Dhe me thonë, rrjetet sociale e kanë bërë këtë sherrën e madh tek njerëzit, ku i ka nxit njerëzit mu koncentrue në të jashtëmën më shumë se sa brendshme. Edhe si rezultat e shef, egocentrizmi është në hava. Njerëzit, të gjithë njerëzit janë bërë egoista. Veç unë. Secili person e ka qitë vetveten në qendër të dunjos. Dhe këtë dunjojë ndojnë me sillen rreth vetvetes tyre. Po nuk ka ashtu, subhanallahu. Atëherë bën është adhuruesi vetvetes. Ne jam adhurues të Allahut. Për këtë do të thonë feja subhanallahu, kur ta shifsh e kur ta analizosh gjatë kohrave se kjo dunjë është e njëjtë, mirë po kohrat edhe njerëzit ndryshojnë. E nëse analizon, do të thonë, historikisht edhe tash se çysh zhvillohet shoqëria në lloj-lloj vende, e shef se subhanallahu nevoja më e madhe për insanin është nuk ka nevojë më të madhe se sa Islami. Se Islami është shpëtimi total i të gjitha atyre gjanave, ato smundjeve që ato i kanë të brendshme, po në realitet ato nuk e din. Me bëm meva përmendën të çështjet e Islamit, pa e përmend Islamin, pa e përmend termet shariatike, me një jo besimtar. Wallahi, komu knoshtu të nguhe. E kum provu vetë. Ilaçi i shpirtit. Pasha Allahin e kum provu vetë, e jam çudi. Si t'ju thosh apo don puçkia Islami? Sukur subhanallah me trusni dugme. Ai dhe këtë ata çka më herët ai që pozitive zhndrohet subhanallah diçka e errët. Se shejtani në udhë bila vota jo ka programu trunë me mendu keq apo. Se mediat çdo sen që e lidh, më thonë me Islamin e keq. E keq. Negativ atë mosh. Edhe tash kur ti përmend fen, ato që shto. Mirë po, subhanallah, është interesant me bën çet test me njerëzit. Çka janë musliman, fol për fen apo në çështjen e ekonomisë. Por mendet apo ton zgjidhjet që jep sheriati, pa e përmend apo ton që kanë sheriat. A thush ata kish marrë mendja apo ton më kon çështo jetë, tash apo ton çështë në botën e ekonomisë pa kamot. Ku do të thonë i shkon një sistem ku shteti e garanton një pagesë minimale, këtë e kanë. Jashtë taksojna, më thonë ty, pasuro sa dush. Tatim s'ki aty. Po e kini tatim nëse i mrin, do të thonë, disa para kushte, atëherë po. Më thonë çështja e nisabit. Nëse arrin që ka pasuri, atëherë kemë thonë vetëm 2.5%. Utopi kishin thënë. Bash. Utopi. Alhamdulillah për dinën e Allahut. Allah ja mësof njerëzve, ja zdrit Allah neve zemrat mas pore dhe pastaj të gjithë njerëzve. E Allah na zbukuroft me akhlak çysh e ka e përsost Allah akhlakin ton çysh e ka përsos krijimin tek ne. Se me të vërtet nuk ka më mirë se sa njeri me arrit një derezhe të lartë të akhlakit, se atëherë nuk ki nevojë me çel gojen hiç. Bëhen sukur i dërguari Allah sa ose që njerëzit e kanë pranuar Islamin vetëm kur e kanë vëzhgu për i largu çfarë sjellje ka. Për sjelljes time. Janë dashuruar njerëzit ta. S'mundesh zemra me i bon rezistencë. Nuk mundesh. Ashtë tërhecë, sjellja mira tërhecë. Dhe kjo neve na duhet.